Te Big Talki, me që është emisioni i fundit sot, më vjen mas shumë t'i keq, po shumë keq, prej djelëzës, është moderatore e shkëlqyshme, madje e kisha pa edhe në vend që një 100 milion %, po edhe vetëm pa dinin, shpesh në çdo prime, është mundu me bo emisionin perfekt, po kur ki njerëz që të cenzurojnë, të bllokojnë, të kufizojnë në problem. Më vjen keq edhe pi gjenetës që ka jap edhe kjo në Big Talk mjaftueshëm. Tani mujna me diskutu lloj arsye pse Big Talki nuk u kon on top që duhet me kon. Ama fajtor nuk janë as djelza, as gjeneta, s'besoj as Vleriani, për ato s'po foli se njoh mirë, nuk s'kom naj komunikim me to, kështu që për me njoft. Po ka të bëj njerëz që të kufizojnë. Big Talki është kon shumë e shkëlqyeshëm nëse i shkon i lirë, edhe njerëz që kanë për me bë organizimin mrapa mi thirr ish banorët e sane, edhe ish banorët janë kogjat pa ftyrë në do raste, se du të mja bo me nënd kontratës, kur delsh, kime shku në Big Talk edhe pik. Kanë hek shumë djelza në këtë rast, po nuk ka qenë i dështuar, ka qenë bravo, deri në këtë pik, keni bo shpesh herë ma shumë tituj se vetë Bigu. Suksesën të ardhmen.